Në një projekt në të kaluarën kam intervistu vetë gratë cilat kanë qenë të dhunuara në kohë të luftës dhe secila ka tregu përjetime personale dhe çka ka ndodhur me jetën e tyre pas. Ka pas burra që i kanë ndarë atë kohë për shkak që unë nuk munden me të prek më. Është dashur me fsheh dhe me u kthy te familja e babës dhe me përjetu dhunë edhe atje për shkak që të kalshu burri. Ka pas për atyre që i kanë fsheh dhe kanë marrë tjerë burra që ndoshta nuk kanë qenë me aftësi plot, pra kanë qenë me aftësi të kufizuar, po edhe aspekti shëndetësor, patjetër që ka qenë i prekur i tyre. Presion sysh, humbje dhe shikimi, zbeje shikimi, etj. Etj. Pra nuk është thjesht çështje, ndoshta kjo është një arsye pse gratë sot, cilat kanë qenë të dhunuara në kohë të luftës, kanë mungesë guximi për të dalë dhe për të treguar publikisht me fytyrë emër mbi emër. Nëse i mbledhim në total në gjithë Kosovën, nuk e di në emrin numrin 3 shifror të vajzave, ndërkohë që janë me mira të dhunuara.